U rikthyem përsëri në studio pasi që e vendoqëm fleshin e orës 9:05, u informuat sakt dhe drejt 5 minuta më herët. Në ndërkohë, tashmë nuk jam vetëm në studio, jam me dy të ftuarit, siç edhe ju paralajmërova më herët. Është Muhamedin Osmani dhe Zekiria Islami, dy të rinj të cilët kanë vendosur që veprimtarinë e tyre ta fillojnë duke na nxitur për buzëqeshje të gjithëve. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën që na keni bërë. Fillimisht keni vendosur që të merreni me skeqe për të na nxitur në buzëqeshje. Pse? Po, duke marrë parasysh gjendjen se si është në shtetin tonë, edhe të rinjt më kanë nisë me humor, me politikë, me seriozitete, s'po ka diçka që ta rëktohemi, diçka të zbavitemi, ne vendosëm që të merremi me kësi lloj skeqe, humore dhe për të zbavitur pak njerëzit se siç e cekam, çdo herë po merren me tema me seriozitete, temë ma e rëndësishme të ne është bërë politika dhe s'po kena çka më u zbavit në çka, vendosëm që ne t'jemi të partë, por jo vetëm ne t'jemi në këtë drejtim dhe mos ketë askush tjetër. Ne edhe t'jemi për tjertë t'i nxisim për të bërë kësi lloj jo vetëm me aktrim, por të merren me artë. Çdo të rinj tash të merren me artë se në Shkup nuk ka prej të rinjve kush po miret me artë. Çdo kush siç e ceka me seriozitete, me politikë, e ne dojmë që t'i nxisim edhe të tjerët të merren me artë. Se në Shkupi është që kemi ngelur pak prapa me artin dhe kështu që t'i nxisim pak edhe tjerët. Normal, sa i përket kësaj, na në shtetin tonë nuk i kushtohet tepër rëndësi aktrimit, për shembull skeqeve të shkurta, të cilat bëhen me metrazh shkurt, minutazhesh, afër 3 minuta 4, nuk ju kushtohet rëndësi artistave, për shembull si janë artistat në Kosovë, të famshëm përmes serialeve e diçka tjetër. Ne kemi vendosur që vetë aq sa i kemi për shembull mundësitë me bë diçka që jetë interesant për publikun, dokët. Kujt ishte ideja dhe si erdhi deri tek realizimi i këtyre skeqeve, të cilat nuk janë tashmë pak, nuk janë 1 ose 2, po janë më tepër? Po, këtë ide kam pas edhe prej më herët, u kanë vitit 2013 a 2012, nuk më kujtohet bash sakt. Kishim një aparat digital, me thonë, ato për fotot që janë, po unë e përdor që edhe për video, fillova me i bo një 2, po jo ato shokët që pa ta bo humore me ato, jo janë të nga keshte shkolla, jo së në pëzajnë a femnat që tema e sotit, edhe u prish pak plani atje, por Hazbithera është njohur shumë ai si humorist, kur i pa këtë humorit, tha hajtë se unë kam e të morë me veti, kina me bo diçka bashk, në dy, murë vitin 2013-2014, kina bo shumë skeqe me atë bashk, e po është se ka sukses në ato skeqe, në ato humorit që i kina bo, po zdi qka u bo unë ndërprejtëm edhe me atë, se jo nuk ishim financa për nuk në sponsoroj kjo askush, dhe unë dalëm, por unë duke pasur parasysh suksesin që arritëm me Hazbitherën, që e përshëndes, më stare me përshëndet, duke pasur parasysh suksesin që arritëm atë, thash pse mos të baj unë grupin tëm që të vazhdoj me skeqe, me humore, duke pasur parasysh suksesin që e kum pasur me Hazbitherën. Tash kemi sukses, por jo bash suksesin që e kum arrit ma herët, por çdo kush fillimin e ka pak të zorshëm. Ashtu pra, fillimi i ka ato mangësitë e veta dhe shpresojmë që në të ardhmen do të keni edhe më tepër përparësinë. Në ndërkohë, sa skeqe, sa humori keni realizuar deri më tani dhe cili nga ato humore ka qenë më i klikuar në internet? Deri tash kemi realizu afër 8-9 skeqe aty kemi realizu, po më i shikumi ka qenë një që e bam me nanën, titullohet, edhe tash kjo e reja që është, për shembull, Kofshi keqe me nafak, po ajo që ishte me nanën, unë e kum pas rolin e nanës aty, ishte diçka interesante se për shembull për herë të parë kam marrë pjesë atë rol, po doli diçka interesant për publikun e cila u shiku pak më tepër ashtu. Për herë të parë u ktheve në gjininë e kundër, a ishte e vështirë? Po, për herë të parë. Ishte pak vështirë, po tash me kohë adaptohet. Antona James i dyti. Në ndërkohë në lus regjimen që të ndjekim disa nga pjesët e skeqeve që kanë luajtur djemë të rinj dhe pastaj rikthehemi për t'i komentuar ato.
O, miku shpis! O, miku shpis! O, që O, rëbëro. Merhaba. Që sheni? Majni mirë? Që Abe, kështu, në qoj baba një Hasan ish kënej pare dikun Mëse demi e lëme? Ka vemi një këtu. Që Hasan ishte ka shpirë? Këtu, a? Shumë falinderit. Falë që vengo. O, miku shpis! Ha bre, Mirë dita, që sheni? një dita, e mirë, që shkallove? Mirë Sa i falinderit. ki hallat? Qoj baba një Hasan be kënej pare ish dikun Hasan? Pa, thamë që të ju, të dëra ju. Hasan? Jo, vallaj, që atje ma poshtë, të një Hasan. Ma poshtë, a? Ma poshtë, po, një ditë redi. Falinderit që... Hajt. Hasani. O, miku shpis! Apetia, Pe, shka i ki hallat? mirë që... Ha? Abe më qunë prap të jo, thamë ti e Hasani. Unë e Hasani. Po, unë e Hasani jam, pro. Që, baba e me kish pas një borç me ju, a... Më qoj me more, tha, te Hasani shko mere. O ti djallë, a njeti me ftirat Hasani? Jo, la, se një. Kjo me halla jonë, se cila shpije ka një Hasan. Po hec ti u dhe s'ka e pate se borgjin time në gjeqe, se këtu ka shumë Hasana. Hajt. Hajt. Hasan. U lodha mone, tan ditën të punu më fshin, laj, o borim fshin, ata fshin këto. O, që akë keqen? Ja budalici ato shakë Se budalic? Po dushme kon krenare që i të punu. Njëri sa dhe... Si mu kanë krenare, u këputa, dur të mëran të, pistofti. Po këputur? Po shaki, po shaki ku marë? Mo këput? Budalici keqen. Po. Edhe që? Po da. Qili pun gjallë? Ko gjalli? Ku ta di unë e ku a djalli? Ku ta di, ka dojnë me lujt top me thminë so ka, pëse as ban me do. Rashid nana, ku i je? Ha! O, gjalli nanës. Ku ke e dhe? Ja. Mi bërtet bre? Sa bone jashtë? O, gjalli nanës. Po, ti e Ukrajnë e ke mo gjallin tik-tik. U e qak? Ha, të një. Mune veç që me një sedin e kina darë, se me shku me vej nej, se nana. Ha, një tek, valla duhet ta gjini të ri, si kun pra i shkej. U qave të gjiti do jeteka. Po duhet be të Po njeri. ti kom plukit vogël? Po, gjalli nanës o ki shajshti nanës. Ja, da ki marrë ndashme. Shpajrti nanës. Me nanë në ka marrë. Ani Shko me nanë, Ani nanë. Ty i se ti bëm bura gra veç. Qysh ki me shku me nanë ati? Një me nanë në ka me shkue. Nanë loshi, plasi Ma, më po, në gruje, më i më në bërtaj- gruje se zi susi me t'i valë. Mu i bërtaj gjalli. Shte A, më tha gruje mu bo. Mu i bërtaj gjalli. Nana. Unë me Lëshki nanë ka me nanës. shkue. Nanë loshi, ja. I që ti që? Shpajrti nanës. Më kam tek dishka. Hajde, inshallah me nanë nësa, se mo balan ma ke vo krehet. Kam martu me gjishen. Shka? O, i më në vejtë, o, ja janë në naim, o, kom pluk. Po ti me nanë teme, po ti më martu, që shka na? O, tim, alo me në tamë li, alo në tamë li. Ka duke u rritë, kemi mësu ka gjana. Ki me dosh me thonë, për kundrat e mija që këmarë dhe këtu, ki thot që të këtu. Meja t'ja! Kome, një me porren. Një me porren. Që porren? Jo, kna, porret, kundrat ajo të me vëndë që rohë me tjera. Edhe të rrugë i këtina kana. Që ka dalim ta flesh rëp këtë punë. Te mërë ministra, pënder lakën e thartë ogës. Te kundrat tuat. Ajo e jutja. Kjo e jutja. Krejt tuat kokshta. Qyti parët davalit në është përblem këtira që ja ke fuk këtë gjuna. Me dhonë 2000 eurot pastrat. Duat mija. Uj, më se zhëra. Edhe ti me për të këtina kana, na e shë. Qështë duat edhe ty. Shoj. I qëtë parët më së banë shumë se ta ha kravatën qiti parët. Hajde, bacë. Ma shumë luj. Vërtet pjesë interesante të skeqeve që kanë realizuar djemët deri më tani. Na tregoni në cilat pjesë të vendit i keni realizuar këto skeqe dhe ku planifikoni që të realizoni diçka tjetër?
Po, videoja që u transmitu pak më herët, njëna u ka gjiruë në qendër të Shkupit, dy tjera janë gjiru të shpja eme, mrejna në shpja njëna ke dhe para shpjes teme tjetra ke, edhe njëna e kina në qizu të aga gjem, me thamë, gjem buqi, ku gjirohet të emisioni rreth o gjakut, e lutëm pak atë aga në gjem, me thamën, që ta gjirojnë ati skeqen edhe na lejeh. Nga kush keni mbështetje rreth realizimit të projekteve? Po, deri sot s'kena pas ndonjë mbështetje për skeqet, por prej pardje jemi antarësuar në ansamblin Ilirida, në degën e aktrimit, dhe prej tash do të kemi mbështetje prej menaxherit, me thonë, sekretarit të ansamblit Ilir Loku, që ai edhe në ndihmoj një skeq e kina gjiru bile, edhe në ndihmoj për realizimin e skeqit me gjiru ato ketë, ai në ndihmoj shumë. Normal, derisa e realizum skeqin aty, Iliri për shembull na ndihmoi, na rregulloi një dhomë aty, cilën e përshtati si dhomë për hoxh, se ishte skeqi rreth hoxhës diçka tema. Edhe na i kishte përshtat dhomën edhe pse ai ka gjëra patriotike, për shembull, nuk mundet ta përshtatë një dhomë për hoxhallar, po derisa shkum ne ja kishte kishte rregullu dhomën krejt. Jena shumë falenderues ndaj Ilir Lokut për mbështetjen e tij. Njëkohësisht e falenderojmë edhe neve. Keni provuar që të aktroni në teatr? Po, në teatr kena aktru shumë herë, s'di sa herë bile kena aktru, edhe është diqysh shumë ma mirë në teatr sa para kamerave. Ashtu do të thotë ka dallim të madh? Po, normal, sa i përket teatrove është tepër dallimi ndaj kamerës, për shembull se në kamerë një skenë e njëjtë mund xhirohet 10 herë ose 15 herë, sa të kemi qef ne, po në teatr shkon drejt, për shembull publiku e shikon, gabimi që bëhet nuk kthehet aty. Përveç skeqeve, dëshironi ose planifikoni që në të ardhmen të xhironi ndonjë film me metrazh të shkurtër ose diçka të ngjashme? Ndoshta do xhirojmë, po me teknikën që e kemi për momentin, nuk është e mundur me xhiru një film, për shembull me metrazh më të gjatë ose metrazh më të shkurt. Po me kalimin e kohës, ndoshta do të sigurojmë edhe teknikë më të mirë, dhe do të fillojmë me filme. Pse jo edhe në serial me vazhdu, se kur i kina idejat, ato idejat e mira, pse mos me vazhdu edhe deri në serial me shkua. Shpresojmë që t'ju realizohen këto ëndrat juaja. Çka është më e vështirë për t'u arritur në një skeq? Në një skeq më e vështirë për t'u arritur është serioziteti. Se duke xhiruar, edhe sejni më i thjesht duket qesharak. Dhe ka ndonjë moment që fillojmë për të qeshur dhe nuk dim të ndalemi. Se sejni më i thjesht duket më qesharak dhe s'kemi që të bëjmë deri sa të na kalojë e qeshura. Bëjmë një pauzë shkurtër dhe pastaj prap xhirojmë. Për skeqet, gjoja që është më interesante në skeq kur incizojmë është qetësia. Në momentin që bëhet qetësi, nuk flet askush, atëherë diçka premrenda na çon me keq edhe s'po mujmë më nalën në momentin e qetësisë. Kur fillon skenari, atëherë është seriozitet, a kupton? Po qetësia pe kaplon njerin edhe drejt aty kur po shikohemi njëri me tjetrin, po fillon e qeshur. Të koncentroheni në atë që duhet. Kë e keni si model në këto humore që i keni realizuar deri më tani? Motivohemi prej shumë, mos t'i cekni tash kush janë ato. Motivohemi prej shumëve, mos t'i dhënon edhe këto tjerë që nuk i cekni, po me morë dikën edhe me emitu, nuk e bëjmë këta, se edhe emitimi është pjesë e artit, po mentaliteti tek ne është sa ta shofe diçka që ke emitu, apo ke ka imitu edhe hiç mos e këshirë, nuk shitet tek ne imitimi. E për atë arsye, inspirumi prej shumëve, ama nuk i imitojmi. Normal. Imitimi është gjëja e fundit që bjen ndërmend të ne ta imitojmë ndonjë artist të stradës tonë, për shembull që janë të njohur, a inspirim për shembull edhe sipas skeqet ka autoktonizëm, për shembull për skeqe patriotizëm që kemi të bëjmë me shqiptarë që shikomi për shembull edhe nga mosha e vogël, po edhe nga mosha e pleqve, për shembull që janë më të moshuar, që të ketë shikojnë gjithë nga një pjesë, kupton. Kemi bërë edhe emitimin e marrim nga artista që janë më pleq se ne, për shembull,
inspirohemi nga ato që janë më pleq, për shembull vendosja e mustaqeve, e kështu me radh plisi, veshje kombëtare ku diun. Cilat janë planet, projektet e juaja për në të ardhmen? Për në të ardhmen ne mundohemi të punojmë sa më tepër, të inqizojmë ndoshta edhe ndonjë film me metrazh shkurt ose serial për shembull, që kemi në plan një serial i cili do titullohet Doktorët e Sodit, lidhje me mjekët, cilët nuk punojnë pa ju dhënë diçka, po tani kemi edhe disa skeqe cilat kemi të realizojmë tash, për shembull për ditën e 7 marsit, ditën e mësuesit, të rikujtojmë gjithë se çfarë ka qenë dita e mësuesit të festohet në ato kohra më të vjetra, për shembull në vitet kur ka qenë Jugosllavia e lashtë. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë, shpresoj që do të takohemi edhe herave të ardhshme kur ju do të keni ndonjë risi tjetër dhe ne do ta shfaqim pranë ekraneve të televizionit Qenja. Ju falenderoj edhe një herë. Ju falenderoj edhe juve. Njëkohësisht ne shkëputemi për pak qaste dhe rikthehemi përsëri në studio.